Një seancë gjyqësore e ndryshme nga të tjerat është zhvilluar të hënën në fshatin Prilep të Deçanit nga gjykata themelore e Deçanit. Për caktim të meshdhes mes dy fqinjeve, gjyqtari i rastit Sultan Dobraj së bashku me stafin e tij, të gjykatës dhe gjeodetet dolën në vendin e ngjarjes për të përcaktuar vijen ndarëse mes tyre. Një gjë të tillë e kishte kërkuar propozuesi Fadil Dabiçaj me qëllim që të di saktësisht vijat kufizuese të pronës së tij me atë të kushëririt të tij Nezir Dabiçaj, i cili ka ndërtuar mur dhe objekt për vendosjen e ushqimit të kafshëve përgjatë meshdhes. Kur gjatë seancës, gjyqtari Dobraj urdhëroi gjeodetet që të bëjnë matjet, ata konstatuan se muri dhe plevica e Nezir Dabiçaj ndodhet 30 cm brenda oborrit të Fadil Dabiçajt. Muri është i gjatë më shumë se 40 metra, ndërsa plevica 10 metra më shkurtër. Ndërsa propozuesi i matjeve tha se me që janë kushërin, do ta gjejnë një zgjidhje për defektet e gjetura nga gjeodetet. Ka të mire në palu, që nuk kom kur farë qëllimi me të marrë një të një. Tas 1 metër vam nuk të marrë kur qëllim. Gjyqtari Sultan Dobraj në fund njoftoi palët se nëse nuk arrin të mirën vesh mes vete për meshdat, atëherë gjykata do të marrë një vendim për to.